Përshëndetje miq të dashur. Shkojnë me vitën e radhës Hikmet e Bajrami. Ajo që theke, për mua nuk është problem lista sërbe, po është Albin Kurti. Edhe pas ka bo farë debatin në parlament, gjëja për me votu bugjetin. Edhe kjo kundër, në më thonë, edhe LDK-ja komplet kundër, PDK-ja, AK-ja, sepse i kanë lyp 3 ditë me reshiqu. Këshe këta nuk e kanë bo mirë, këshe këta kanë vjedh, edhe do të me ditë ku që ishtë tek. Po mi që dashën shkojna me videon, edhe të diskutoj së bashku. E shpjegove arsyen e urgjencës sot, po të kërkohen 3 ditë për me analizu ligjin e bugjetit A i kujtohet kjo miq? Ligjin i cili është ligji më i rëndësishëm brenda një vitit kalendarik. Qëre mirë. 3 ditë po kërkojmë kohë. E vetmi arsye për cilën neve na shkon mendja është që ju po kërkoni që t'i shmangeni debatit në seancë. Për ndryshe sa i përket diskutimit në komisione, sa i përket paraqitjes së amendamenteve, ne e dim shumë mirë. Ju jeni ministri i financave prej vitit 2021. As një amendament i deputetëve të kuvendit të Republikës së Kosovës nuk ka kalu. Ka kalu një... A dim pse o Mishteria Sërbisë. Sepse ti me jeme listën sërbe, se ki problem. Por këtë arsye po thomë sepse e meriton, jo për të rësan. Vetëm që e meriton. E dyta, po ju si keni votu. Ju s'keni dash me bashkëpunu me Albin Kurtin. Mu për veti, one me konë në randonin, mu gjishar të mare, me dalë atë dhe me folë. Me prulli dëkën, në 13 deputet, edhe me dhonë dorëheqje, edhe me dalë aty, kishe one, po bëj diçka, kishe one, po luftoj për besu, nuk e di ku ki aftësirë. Nuk bon kështa. O i zoje, nuk bon. Sepse, për me dalë, me kritiku dikon, që din, do është me ditë ti mas pare. Po ti ajo një që nuk din, sepse e ke pru në 13%, e ke pru LDK-n, në mëndon 13 deputet. Atëre, si po mendon ti, ka të regom, qysh po mendon ti me mësu dikon? Ti po i kërkon 3 ditë me shqirtu bugjetin. Kjo është tavan, bjerën poshtë dhe qëkoj. Edhe zdin, qështori, edhe lyps, edhe zgës. Hajde, Hikmet e Bajrami, hajde. Nuk matë kështu parlamenti. Edhe po mdogot nuk pas kitë mbledh me mboll. Po, musu apit një, se popli ju dënën. Prap. Shkojna miq. Një amendament i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, i cili asnjëherë nuk është zbatu. Kjo është historia sa i përket komisioneve dhe amendamenteve. Nuk keni mundur t'i reflektoni. Qysh më zbatu, kur s'ka pas qeveri të tyre. Për ke pak krytë të që më folë. Shkojna miq? Një ministrit, sepse ditën kur është paraqit kabineti është përcjell. Me 28 dhjetore keni ditë që i keni fitu zgjedhjet. Do të thonë ju nuk e keni ditë për bamjen e kabinetit deri në ditën kur janë votu ministrat. Kjo me të vërtet tregon shumë për vizionin dhe planifikimin e juj dhe ato çka ju dëshironi me bë me taksat e qytetarëve. Po ty ku po të intereson? Ti pse do më bo zot shtëpie? Këta i bojnë kur dojnë qeverin, që ndonë kërministër e qesin, që ndonë deputet e qesin, puna ty në është, që ka kiti me këta? Qëfar ditë e bojnë? Së të këptoj, ku po të dhanë? Për besë jo, shkojnë amish? Të këti vendi dhe me zhvillimin e këti vendi. Do të keni dikasterët të cilave sot nuk ja u dini bugjetin. Si ka mundësi që një ministër që është i ullën aty, që po e shof zotin Jakxhiu, i di objektivat për ministrinë e tij, kur ai në fakt nuk e din sot sa ka bugjetin për mallra, sa ka bugjetin për investime, sa ka bugjetin për subvencione.
atencione, nuk i Miski, ka e di që amë në nëjë s'ka dinaj. Në fakt ai nuk ka buxhetor, nuk ka kod buxhet. Po kanë po do më mësu të oj zoj, që ti ke pru LDK-n 13%, po s'kitet me folve, mu kish artë tërë me folve. Më s'folë se s'din. S'din. S-D-I-N. S'din. Këtë më ndohash. Njëjtë është edhe me ministrin Basha dhe plot ministra të tjerë. Do me thënë, jo, faktikisht nuk e keni idenë se çfarë do bëni, siç nuk e keni pasur që 5 vitet e kalume. Nuk e kanë idenë 51%, se pasën idenë. Mirë e ki, Allah të kohët. Vazhdo se mirë e ki i këmete. Bravo të kohët. Veç mos gabo me arru dhe lisë sërbe. Respekt, vazhdoni. Mos u mundoni ta keqpërdorni mirësinë tonë që votuan 5 marrëveshje. Ti, ku i la 2 milion? Qa me kesh përdorë? Ndërkombëtare sot. Ju i nderuar ministër e keni numrat me kalu ligjin e buxhetit, sepse ligji i buxhetit kalon me shumicën e thjeshtë. Numrat i kanë sepse jam mundësut jo. Jo jam mundësut, opozita. Që si opozitë donë Albin Kurti. Sikur të kishit bashkëpunu ma eret, nuk kish pas 57 deputet, pa 47. Kështu që të tërhere, me. Ajo çka po kërkoni sot, është që po kërkoni të shmangëni debatit. Edhe shmangja sot nga rregulloria kërkon 2/3 e deputetëve që janë prezent, që po shpresoj shumë që nuk i keni. Ne dëshirojmë që të kemi debat dhe t'ju tregojmë që të... Shpresoj lutet që mos i pas me votu bëgjetin, misë të dashur. Edhe prapë s'ka në bëgjetin, deri në tonë. Që çfarë njerëz janë, që çfarë shpirta kanë. Që një vjetë e kusur, s'kanë votu, edhe prapë po vazhdojnë me avas të moqëm. Hajt. Tarëve të Republikës së Kosovës se si qeveria juaj ka planifikuar që t'i shpenzoj taksat dhe shpenzimet e tyre. Ne dëshirojmë t'ju themi atyre që po ata kanë shtesa, po ata e kanë superpunën, por çka me deponitë e mbeturinave? Mas pari, do të me hongër. 2, do të me punu. Tani vinë tjerat. E dyta, ju s'ka keni bo për deponin. Ajo sot u bo qeveria, sot po dani me pastru bërlogë që ta, jo, pëse gut, ka dalë, tranquilo, thoi spanjol, tranquilo. Shkojnë amiq. Çka me një deponitë e mbeturinave në komunën e Pejës, Sta që ka rarë majnë sonë. cila ka pasoja epidemike, dhe ju nuk e ndani asnjë cent buxhet. Muni me ble vota, sa herë që ka zgjedhje, mirë po neve na duhet trajtim cilësor. Qërës farin një ronde, muni me ble vota të të soher doni. Ta mërmenja, me ngu këta, që të ka pru LDK-n 13%, me ngu dikush të të vallani me pas ka ble Albin Baba votat. Jo, vota allon për zemrës, jo prej pareve, jo me pare. Populli nuk shitet. Ju jeni ata që keni ble. Ju jeni ata që i morët atë juve lek. Por jo veveja. Veveja është 51%, oj zoj. Në sarra. Nuk mund është me shqitë rana dhe lavere, keni shqitë bol. Në kamu, orë Albin Baba. Edhe sajnë pa i votu, nuk keni qare. Ati që është qare s'keni pa i votu. Shtë ma mirë, mos hup një vakt, se dënoni për këtë punë, për i kalëzoj. Këta po thonë unë nga une, për diasporës, popli atje vendos vetë, po ne besoj që edhe popli e ka këtë mendim. Mos vanoni, votoni, se për ndryshe gaboni. Mirë të dashur, kjo ishte video për sot, mirë po shumë video të radhës. Kush ka mundësi në followerës, ne subscribe, ne follow, javdi shumë për falmerës. Zoti i rujtonve, pozit e opozit. O për shëndetje, mirë të dashur. Shkojnë në video në radhës, prap, lau konjusa, palim total për atë Bozhanës. Po çfarë palimi? Kështu që miq, shkojmë ta dëgjojmë videon.
Ne diskutojmë së bashku e lutem. Por ata që dojnë me ngu, por ata që dojnë me ngu, ata që po ofendojnë, që ashtu e kofta atyne. Shkojnë amiq. Statusat e të që i kom lexu, edhe të kolegut tënë, Vëllë. për figura të rëndësishme politike, këto edhe të PDK-s, përfshira presidentin Thaçi, unë ato kur goja em nuk ka mujtë mi thonë. Bravo. Vazhdojnë qatë mos. Zoti Thaçi duhet mu izolu. Nëse ai ka probleme, nuk kemi gjithë probleme. Kosova ka probleme tjera, jo tribunalin special. Na kena probleme me ekonomi, kemi probleme me korrupsion, kena probleme, lloj problemesh. Problemet e tij i ka pas Sulejman Selimi më herët, i ka pas Samir Ushtaku më herët, i ka pas Ramush Haradinaj më herët, aty njëri krejt komandantat e zonave kanë pas. Lata, Remi, Dauti, veç përmend një komandant ka pas probleme. Pra, pse për zotin Thaçi që e ka një problem, Statusat e të që i kom lexu, Une nuk e di, me të dashër, që ta që po më ofendojnë mua, a i ofendojnë këta, burë, se unë s'po i thëmë, po i thojnë këta. E që ka kene me mua, vëlla? Unë thjesht po i rikujtoj, që mos mi harru njështë e këqi. Unë s'po i qesë për vete. Këta po i thojnë, unë po i qesë. Kështu që ata që më ofendojnë mua i kanë 2+1, gratis, kështu që se kam problem për atë punë eq. Edhe ata që ofendojnë më shefin mas fëzerave, hala, qa që më burnë ata, qa që kanë burni, qa t'i bëjmë. Miq, Zoti ju rujt, mirë pofshëm, në vitë radhës, opozit, like share si gjithmonë.